Në kuadër të agjendës zyrtare për shënimin e ditës së çlirimit të Dragashit, 12 qershorit, ditën e djeshme, u mbajt seanca solemne e Kuvendit Komunal, ku morën pjesë përfaqësues të lartë të qeverisjes lokale, familjarë të dëshmorëve, OVL-UÇK-s, përfaqësues të institucioneve fetare, të sigurisë, arsimit, si dhe qytetarë të shumtë. Të pranishëm ishin edhe mysafirë të veçantë nga komuna e Mavrovës dhe Rostushës, në Maqedoninë e Veriut, si dhe qytetarja e nderit e komunës së Dragashit, zonja Çenet Rajnek. Në hapje kryesuesja e Kuvendit, si dhe kryetari i komunës, theksuan rëndësinë historike të kësaj date, e në një fjalë përshëndetëse u paraqiten edhe përfaqësuesi i OVL-UÇK-s, përfaqësuesi i familjarëve të dëshmorëve, si dhe nënkryetari nga radhët e komuniteteve, zotëri Fejsal Halilović. 12 qershori është një ditë për kujtimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur përpulemi për respekt të thellë para të gjithë atyreve që dhanë jetën për të na sjellë këtë liri. Detyra jonë është ta ruajmë dhe ta forcojmë këtë liri përmes punës, drejtësisë dhe zhvillimit. Sot Dragashi është një komunë e lirë, por ajo meriton të jetë edhe një komunë më e zhvilluar, më e drejtë dhe më e begat për të gjithë qytetarët e saj, pa dallim. Kjo ditë është një simbol i fitores mbi padrejësinë, shtypjen dhe dhunën sistematike të regjimit serb ndaj popullit të Kosovës. Është ditë kur përkujtojmë se liria jonë është fryt i një sakrifice të madhe, ku mira, burra e gratë e këtij vendi dhanë jetën e tyre për idealet më të larta kombëtare. Edhe komuna Dragashit, sikur çdo komunë tjetër e Kosovës, e çdo tret tjetër, ka dhënë kontributin e vet të çmuar në rrugtimin e Kosovës për liri dhe pavarësi. Ne sot e kujtojmë atë rrugtim jo vetëm për të nderuar të kaluarën, por të marrë frymëzimin. Le të punojmë së bashku për një ardhme më të mirë, për një shark të zhvilluar dhe gjithmonë krenar për të kaluarën e vetë heroike. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi ushtrisë çlidhimtare të Kosovës, gëzuar 12 qershorin ditën e çlirimit. Në emrin e familjeve të dëshmorëve ju përshëndes urime dita e çlirimit. Uveren sam da smo uradili dosta toga za našu opštinu, ali da je naša opština na dobrom putu, a verujte mi da nema važnije vrednosti od suživota u našoj opštini. Verujem da ćemo svojim delima pokazati da se sećamo i da nikad nećemo zaboraviti doprinos svih šehida koji su doprineli da mi danas obeležavamo ovaj sretan dan za našu opštinu. Poštovani, još jednom čestitam ovaj sretan dan za našu opštinu. Hvala. Pas përfundimit të seancës, u zhvilluan homazhe të shtatorja Adem Jasharit, varrezat të dëshmorëve në Dragash dhe në fshatin Buçe, si dhe të pllaka përkujtimore të dëshmorit turk Hussein Kutlu. Lavdi! Hajde të. A vamos ver para aqui, Aktivitetet vazhduan gjatë ditës, me një koncert festiv në sheshin e qytetit, ku performoi shoqëria kulturore artistike Bresana dhe këngëtarë të mirënjohur, për të kulmuar me garën tradicionale të vrapimit të kuajve në mejdan të Opojës.